Bashkëpunimi midis administratave doganore luan rol kyç në procesin e integrimit europian, ndaj drejtori i përgjithshëm i doganës shqiptare Gent Gazheli në konferencën e drejtorëve të përgjithshëm të doganave të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe shteteve anëtare të BE-s, u shpreh se përparësi do të ketë krijimi një sistemi doganor që forcon luftën kundër kontrabandës. Përparësia jonë kryesore është krijimi i një sistemi efikas dhe transparent doganor që jo vetëm lehtëson tregtinë e ligjshme, por edhe forcon luftën kundër kontrabandës, trafiqeve dhe çdo forme tjetër të shkeljes së ligjit. Kjo kërkon modernizim dhe përsosje të vazhdueshme të sistemeve teknologjike, kapaciteteve menaxheriale dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Një dimension thelbësor në këtë proces është asistenca dhe bashkëpunimi me administratat doganore të vendeve anëtare të BE-s, sidomos atyre që janë fqinje të Shqipërisë, si Italia dhe Greqia. E pranishme në konferencë vëndës kryeministrja Belinda Balluku theksoi se bashkëpunimi midis administratave doganore luan rol kyç në procesin e integrimit. Synimi kryesor është të fokusohemi në masa konkreta për të lehtësuar tregtinë për bizneset, të tilla si ulja e kohës së pritjes në pikat e kalimit, thjeshtësimi i procedurave dhe padyshim avancimi i proceseve digjitale. Ministri i Financave Petrit Malaj theksoi rëndësinë e përafrimit të procedurave doganore me ato të BE-s, me shtrirjen e investimeve në tregje të reja. Sipërmarrjet tona duhet të jenë të gatshme të konkurrojnë në këtë treg unik, pra në tregun e Bashkimit Evropian, dhe të japin kontributin e tyre për një ekonomi të fortë të përbashkët. Natyrisht që ne duam të shohim që sipërmarrjet tona apo ndërmarrjet tona të jenë të suksesshme dhe të rriten. Duam që ndërmarrjet tona të jenë konkurruese në këtë treg. Dhe natyrisht duam që ndërmarrjet tona të tërheqin sa më shumë investimet huaja dhe të shtrihen në tregje të reja. Kjo kërkon një angazhim të vazhdueshëm dhe të shtuar. Gjatë konferencës u diskutuar forcimi i partneriteteve doganore mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, si një mundësi unike për të përafruar përpjekjet rajonale me praktikat më të mira të BE-s dhe për të ndërtuar një treg të përbashkët rajonal më të fortë.